Nëse keni hipur ndonjëherë në taksinë e tij, mund të keni bërë xhiron më të jashtëzakonshme në Tiranë. Ne keni nisur si një rrugë rutinë, po rrugës ndoshta shoferi ka nisur të këndojë. Ju ka surprizuar gjithdukja e taksis dhe mënyra se si ka zgjedhur ai të personalizoj, por zëri kumbues ka bërë që kjo rrugë e bërë në Tiranë apo kudo të mbetet e paharrueshme për ju. Ju tashmë e njihni të gjithë përmes çdo forme të mundshme, edhe nëse nuk keni bërë një xhiro me të gjithë ne e njohim se kush është Elvis Presley shqiptar. Me ne në studio, Arjan Kumbria, taksist, por a.k.a. Elvis Presley shqiptar. Mirë se vjen, shumë nga si të kemi në studio. Që jemi së bashku në studio. Mirë se vjen, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Gjithmonë mirë pritur. Marr pjesë në emisionet e Vision Plusit, aq më tepër që për herë të parë në 2015 mora pjesë në Tusike Vales. Faleminderit ta hapi Elvis Presley, domethënë imazhi Elvis Presley. Sa bukur. Në Vision Plus. Dhe çuditërisht për fatin e mirë të unë vazhdoj të vi në emisionet e Vision Plusit, aq më tepër, kur dhe mora pjesë në muajin tetor në tetor të Got Talent. Albania's Got Talent, po. Programet e talenteve. Kontaktet tënde televizive. Edhe kështu që do më thënë Zoti ma nxjerr në shteg atë lodhin time, sakrificën, ëndrrën, pasionin, dëshirën për të qenë një Elvis brenda Elvisit. Një Elvis brenda Elvisit. Për të transmetuar dhe për të lënë diçka tek brezat, tek të rinjt, në mënyrën dhe me mënyrën se si ne jemi rritur me ëndrat, me dëshirat, me pasionet për muzikën, dhe çdo njeri ka ato preferencat e veta, ashtu siç kam unë preferencat e mia në rock and rollit. Sigurisht. Elvis Presley quhet mbreti i rock and rollit. Dhe best dukshëm i rritur në influencën e Elvisit, ndoshta më shumë se sa ndoshta disa njerëz të tjerë. Të rinjt mund mos e kuptojnë, por duhet kuptoj se si ndodhi kjo ngjizja e dëshirës për të qenë dëgjuar dhe për të bërë një Elvis Presley? Është një pyetje e cila shpesh të bëhet. Edhe në për emision më bëhet, edhe në për gjatë udhëtimit. Përse e bërë? Taksin gjatë punës. Përse e bërë dhe ku u njoh me Elvis Presley, kuptohet domthonjë që me Elvisin e njohur në vitet e sistemit diktatorial. Sigurisht. Atëherë kur domthon muzika kapitaliste quhej revizioniste ishte ndaluar. Dëgjoj fshehurat. Fshehurazi normalisht më ka ardhur krejt natyrshëm, ndërkohë që unë merresha me muzikë, dhe kam kënduar në për festivalet e pionere, kam aktruar, kam kërcyer, kam qenë në grupe kërcimi në qytetin e Fushkrujës, sa aty jam rritur, dhe si në ato kohë që shkonim në përdasmë, kërcenim pogonishte, çiftetel, country, etj, dhe mbas muzikës country, një ditë bukur shoh domon në stacionin e Jugoslavës, shoh Viva Las Vegas për herë të parë, domon që e figurën e Elvisit. Ndërkohë që kisha marrë dhe informacion nëpërmjet një shoku të vllajt, që Elvisi është mbreti i rock and rollit, kishte një blog shënimesh ai. Ta kishte përshkruar. Po ti se kisha parë. Unë se kisha parë, thjesht domon e kisha lexuar. Thjesht ma kishin treguar, thjesht se kisha parë. Ndërkohë në momentin që e pash Viva Las Vegas, aty pastaj u fiksova mbas Elvisit dhe nga ai moment në vitet 84-85 e deri sot domethënë s'kam hequr dorë nga Elvis Presley, duke injektuar dhe fëmijët e mi me muzikën dhe me imazhin e Elvis Presley. Megjithëse ato kanë ato preferencat e veta muzikore, mënyrën e të kënduarit në stilin e tyre. Po dhe ato e kanë pasionin edhe e duan këngën injektuesi ka qenë Elvis Presley, imazhi Elvis Presley. Pra Elvis Presley është gjithmonë injektues, ashtu siç është me Bruno Mars për shembull, që ka qenë injektuar nga babai vet, ka qenë fan si Elvis Presley. Dhe ai u injektua dhe sot është ai që është Bruno Mars. Pra efekti magji, them unë Elvis Presley. Efekti magji. Dhe magjia duket se qëndroi gjatë me ty, ti na përmendë 2 momente që e ndeshur me Vision Plus në 2 spektakle të ndryshëm që fokus kanë talentin, por edhe atë magjinë që ka secili prej nesh ku zgjedh dhe besoj te këndrat e tij. Elvis Presley shqiptar, si e nis ditën? E ke veshjen tënde çdo ditë? Kështu? Për fatin e mirë do ta kisha veshjen, domethënë, por punoj pak mundojmë që të jem pak sa më popullor. Normalisht duat vi tek ajo pjesë dhe do vi shumë shpejt. Të kesh dukjen, të kem veshjen e Elvis Presleyt. Ai ka kostumografin të shumë llojshme, të larmishme. Sigurisht. Nga 55-a, 54 për shembull, siç është ky kostumi gold ose pantallonat e zeza etj, deri te kostumi i bardhë tek vitet 70-77, që ka ato vitet e ngritjes domethënë të Elvis Presleyt. Kështu që me kismet Zotit, me ndihmën e Zotit domethënë, bashkë me taksinë domethënë dua që të domethënë drejt asaj do shkoj, drejt një perfeksionimi perfekt edhe në uniformë, edhe në të kënduar, edhe në të punuar.
Kjo është ajo që unë të lej gjurmë dhe kjo që më ka ardhur shumë natyrshëm. Jo, unë jam në hapat e para. Ashtu thua, sa vite u bën këto hapat e para? Këto vite u bën shumë, u bën 7-8 vjetë që e kam filluar. Fillimisht kam pas një Passat, pastaj Toyota, që kam një Hyundai. Edhe këtu do ta vesh ashtu me ato veshën e Elvisat, do t'i bëj si motra. Para nuk e kam, se ashtu ndodhen problemet. Ndërsa këtë të dytën, Hyundai do ta vesh, domethënë edhe këtë me imazhin, me fotot e Elvisat dhe sepse më ka munguar shumë. U bën një vit domethënë që nuk i kam këto. Ndërsa Toyotën, pjesën e taksis tjetër që e kam të veshur me të reduar me Elvis Presley. Ajo domethënë ka marrë dhe në gjithë botën. Themi deri në Gresland. Se vinë turistët edhe Mani. Absolutisht po. Bile para 2 ditësh kisha një kërkesë nga Gjermania për të bërë një gazetar radio-televizionit gjerman shtetëror. Edhe të shoh domethënë kam me 2 mendjesh për të bërë një filmim me taksin time. Domethënë pse e ke me 2 mendjesh tani? Cili televizion? Deutsche Welle cili? Nuk e di. Një televizion gjerman, i kërkon Elvis Presley shqiptar ta intervistoj dhe thotë e kam me 2 mendje. Pse? Po, e kam me 2 mendje sepse nuk jam gati për momentin. Nuk je gati për çfarë? Për momentin. Ti ke një histori të tërë për të treguar. Absolutisht po. Domethënë një histori e cila vjen nga notat e bukura, nga notat e muzikës, që praktikisht është histori që mund ta ndash. Them se do e realizoj, domethënë nuk është se me 90% 10% është jo. 10% është jo. 10% është jo. Kështu që Arjan, na lejo. Ta realizojmë, por që kam pas kërkesa domethënë. Bukur, dhe ne durojmë sa më shumë suksese dhe sa më shumë xhiro. Nuk po të tjetër, po domethënë kam pasur kërkesa, por s'kam qenë gati këtë periudhë. Mirë. Tani nëse Elvis Presley kishte Priscillian e vet, ti në jetë ke pasur. Kë? Unë kam pasur Priscillën time, Suzana, me të cilën unë jam rritur, jam dashuruar. Edhe nëpërmjet dashurisë kam pas dhe ëndra, duke qenë se edhe delin muzikore kam nga origjina familjare. Dhe për mua domethënë ajo ka qenë më shumë se një Priscillë. Domethënë ka qenë një Suzan e cila domethënë kam ndruar, duke qenë se kemi jetuar në të lloj sistemi. Domethënë aty ku kam jetuar në Fushkruj, kuptohet se si ka qenë dhe sistemi dhe ambienti. Domethënë nuk është se kishin një zhvillim ose e njihnin shumë Elvis Presley. Por për mua Suzana domethënë është gjithçka. Është ajo që unë jam. E ka mbështetur, e ka vlerësuar zgjedhjen tënde? Absolutisht po. Sepse një herë më thoshte që nuk të ka mërzitur muzika Elvis Presley, aq sa më ke mërzitur ti, aq do mërzis dhe muzika Elvis Presley. I këndon ti këngë të brenda pasionit dhe një pasion brenda dashurisë. Dhe i këndon ti ndonjë këngë nga këngët e Elvisit? Po, kam bërë domosdoshmë disa këngë. Edhe tekstet që janë bërë, po janë pothuajse përkojnë me atë historinë time biografike me Suzën. Dhe normalisht kam bërë dhe tekstet që e kam shkruar. Bukur, fantastike. Babai i 3 vajzave. Babai i 3 vajzave. I 3 vajzave. Rritur nga muzika për të shkuar drejt muzikës. Si ndihen ato për këtë që ti bën? Ato normalisht ndihen mirë, ndihen krenar, sepse ka qenë babai që i ka futur në rrugën e muzikës. Sigurisht që ka udhëhequr drejt muzikës. Duke parë dhe talentin dhe veshjen muzikore që ato kanë pasur, dhe për koincidencë dhe për fatin e mirë dhe për atë që thash dhe pak më përpara, domethënë që magjia e Elvisit është magjia e Elvisit, është filozofi në vete, nuk është thjesht një Elvis. Nëse do ta zbërthesh, domethënë ka shumë gjëra brenda filozofike, domethënë në mënyrën e të menduarit, kënduarit, dhe realizimit ëndrrës, dëshirave etj. Për të bërë pra një Elvis. Këtë gjë domethënë ma ka realizuar vajza e madhe, e cila ndodhe në Nashville, Tennessee, Jane, e cila edhe ajo performon me këngët e saj, domethënë që ka bërë dhe disa albume në Nashville, Tennessee, ndërkohë punon dhe DJ në Nashville, në qytetin e Elvisit. Pra është një koincidencë që po ta marrësh pikën e referimit nga njoja e Elvisit deri këtu në Nashville, që unë akoma s'kam shkuar për vete. Po, por vajza është aty. Vajza është aty. Pra ëndra ime, pasioni, dëshira domethënë është në Nashville, Tennessee. Dhe unë jam shumë krenar. Për mua domethënë është realizuar pjesa e ëndrës. Edhe gjithmonë kam dashur domethënë që të bëj një çun, t'ja vijë me Elvis. Dhe normalisht zoti më tha ja, do të doroj 3 vajza, do t'i bëj të 3 këngëtare. Të 3 këngëtare. Edhe të do ta çoj atje tha. Atë e prisë me durim, me padurim për gjithmonë më mirë se ai që mendojmë ndonjëherë për veten. Arjan, ti daljet e përmend edhe vet, daljet e tua televizive i ke patur të shumta, dhe ti gjithmonë kur bën intervistë gjen, duket e ke studiuar mirë televizionin, apo me sa kupton televizionin, bën diçka për të rrëmbyer vëmendjen. Ti e ke parë që ke qenë për një periudhë kohë kudo në rrjetet sociale apo jo? Po, është vërtet. Faktikisht
Po, më falë. Pëse thjesht duat kërkoj nga ty diçka, sa do pak sa mund bëjmë në këto kushte, një performans, një këngë, një këndim, një diçka. Faktikisht kur I kam nisur këngët, do unë I kam nisur me këtë këngën Mora Mandolinën. Atë do ta këndojmë bashkë sot. Lenzën, a kupton? Atë Mora Mandolinën do ta këndojmë bashkë sot. Këto domethënë kanë qenë këngët në të cilën unë doja ti ngacmoja njerëzit nëpërmjet muzikës Elvis Presley, sepse këto kanë qenë këngë që unë I kam kënduar në fëmijëri dhe doja që ti ngacmoja sado pak, domethënë për të tërheqë vëmendjen, domethënë që edhe unë jam një Elvis, ose pse më thon për t'i treguar që Elvisi është ky, është magji. Dhe ashtu fillova dhe ashtu të them drejtën, ashtu ma solli magji Elvisit. Në momentin që dola dhe performova pak sterudina, domethënë mora mandolina dhe shumë vetë edhe kur kaloj domethënë me taksi, domethënë mora mandolina. Apo ta bëj bashkë, apo ta bëj bashkë. Megjithatë unë kam edhe 2 këngë tjera që po I bëj gati. Na trego. Anita Takës, Trëndafili Bardh. Vërtet? Fantastik. Ku shkon duke qeshur, trëndafil mbanë dorë, flokët të thurura kurorë, për mu më e bukur atije. Versioni Anitës, versioni Elvis Presley. Rrugës ku shkon ti duke qeshur, një trëndafil mbanë dorë, flokët të thurura kurorë, për mua më e bukur atije, na të ndovi në baqen tënde. E trëndafila do t'i pres, do të përgjojë ty me hëndje, e herët në mëngjes. Fantastike. E shojmë kemi dhe performansën tënde. E cila domthon e kam bërë gati dhe them drejtën, në momentin që unë e bëra gati, gëzoja se do fëmijët e vegjë marrin ato dhuratat. Sepse se kam regjistruar akoma, thjesht unë e kam improvizuar. Çfarë pret Arjan, çfarë pret, pse nuk shon në një studio? Po pres Olsin më thotë nuk kam kohë, ai është një shoku im. Të bëhet gati shpejt. Do bëhet gati. Të bëhet gati shpejt. I themi dhe ne Olsin. Unë them Olsin, të lutem. Se mezi po e presin ndërkohë edhe njerëzit të cilët kanë pësuar. Gjon Dedaj. Olsi Gjon Deda, qa po bën? Shpejt në studio, Arjani të pret, ka 2 këngë gati ti s'bëhesh. Është dhe o terapi në mashkullor, do ta bëj në versionin Nuk më besohet. O terapi more në mashkullor, o foli qerqizi more me goj. O terapi more në mashkullor, o foli qerqizi more me goj. O foli qerqizi more me goj. O leri djemte mi more të shkojnë, o leri djemte mi more të shkojnë, ose ju s'ku që bëj more me boj. O leri djemte mi more të shkojnë, ose ju s'ku që bëj more me boj. Ose ju s'ku që bëj more me boj. O leri djemte mi more të shkojnë, ose ju s'ku që bëj more me boj. Ose ashtu e kam more zakon, ose ju s'ku që bëj more me boj. Ose ashtu e kam more zakon, ose ashtu e kam more zakon. O qeqi stopulli more më thonë. Tani, byllin e emisionit sot shohëm këmbë edhe Arjani, do bëjmë Mora Mandolinën, atë do e bëjmë të 3 bashkë. Unë dhe Alma si me muzikant, do mundohemi të bëjmë sot në këtë dalje në këtë mbyllje televizive. Na shuaj kështu të vegjël Elvis Presley dhe Afro pak më afër Arjanit Alma, që jemi edhe në kuadër, se nga njëherë dalim totalisht nga planifikimi I linjës editoriale, regjizor na mirë kupton. Arjan, e bëjmë mbylljen e emisionit sot, a marrim kitarën apo s'ta marrim kitarën? Ta kemi edhe vizualisht? Dakor. Hajde. 3. Unë do ta kërcet unë. Okej. Do mundohemi. Mora mandolinën dora në bor, me gotë se vogël që po më bën me dorë. Mora mandolinën dora në bor, me gotë se vogël që po më bën me dorë. Rock, gishtat me kajmak, me gotë se vogël që po më bën me rak. Mora mandolinën dora në sokak, me gotë se vogël që po më bën me rak. Mora mandolinën dora në sokak, me gotë se vogël që po më bën me rak. Rock, gishtat me kajmak, me gotë se vogël që po më bën me rak. Mora mandolinën dora në qeshi, me gotë se vogël që po më bën me si. Mora mandolinën dora në qeshi, me gotë se vogël që po më bën me si. Rock, gishtat me kajmak, me gotë se vogël që po më bën me rak.
Elvis Presley shqiptar. Elvis Presley shqiptar. Faleminderit. Të kishim sot, kjo është Faleminderit. nga televizive. Faleminderit. E shijuam, faleminderit shumë që na çove në ato vite, në ato ritme, në mbretin e rock and rollit të botës. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju absolutisht. Do shohim sërish. Do ndeke do më ndanë këtu. Kështu? Faleminderit. Me këtë magji të papar, ne do shihemi nesër me Mesdrit. Ju duam shumë. Jo, duam shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, Klasi.